E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në fakt me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak një dinamik dhe një diskutim që ka ndodhur natën e mbrëmshme. U tha që Alba ka dal nga shtëpia e Big Brotherit, nga që ka qenë tepër e alkolizuar, ka qenë në gjendje shumë të rëndë psikologjike, normal në fakt që të jetë në gjendje të rëndë psikologjike pas të gjithë provokimeve që Dolce bënte pa mëshirë kundër drejt Albës. Ajo do me thënë bënte provokime të neveritshme vetëm e vetëm që Albën ta bënte ndjehet keq, Albën ta bënte ndjehet nuk e di, nëse ka hakmarrje më të madhe në botë, do me thënë kundër drejt një femrës që ti e ke inat dhe imagjinoni inati është kthyer në personale nga një lojë, do me thënë, lojën nuk e luajnë në kuadër të lojës, do me thënë nuk i kanë inatet mlefet në kuadër të lojës, i kanë inatet personale, do me thënë lojën e kthejnë në personale. Fenomen që po ndodhën këto 2 vitet e fundit në Big Brother, nuk është se ka ndodhur më herët. Do me thënë Dolce po e provokon të jashtëzakonisht shumë, duke i thënë Albës që hajde këtu pranë meje, hajde këtu me mua, ne të shijojmë Limin, të kënaqemi me Limin, të argëtohemi me Limin, do me thënë duke e provokuar jashtëzakonisht shumë te Limi, dhe u tha që Alba pas ka fjetur me Olsa Muhameti natën e mbrëmshme. Do me thënë Alba pas ka qenë me Olsa Muhametin, pas kanë fjetur të dyja së bashku në shtëpinë e Big Brotherit. Tani Alba nuk ka qenë brenda në shtëpi. Ju e dini shumë bukur, nuk u shfaq në ambientet e shtëpisë, nuk u shfaq në lojrat e shtëpisë brenda dhe kjo normalisht të le të dyshosh që Alba nuk ka qenë në pjesën e shtëpisë, do me thënë ka qenë jashtë asaj. Çfarë ka ndodhur me Albën nuk e dim, ndoshta në Prime edhe mund ta tregojnë sepse publiku janë shumë entuziast të kuptojnë se çfarë ka ndodhur me të. Por që ka fjetur me Olsa Muhameti nuk e besoj, sepse nuk ma merr mendja që Olsa do ta përkëdhelte kaq shumë Albën, por do të flente brenda në shtëpi. Ndoshta ka qenë në dhomën e rrëfimit dhe nga dhoma e rrëfimit e kanë marrë atje. Kjo është pikpyetja më e madhe, por që ka fjetur me Olsën, këtë nuk e besoj as pak.